Të që arrin filmi ose edhe kultura në përgjithësi, s'mund të arrin dhjetra politikan, sidomos në njohjen e Kosovës, kuptimin e. Këtë herë më shfaq edhe filmin tim atje ku shëshit janë gjithmonë të kuqe. Edicioni 13 i Fair Film solli një program të pasur me filma nga mbar bota. Filmat që u shfaqen gjatë këtij edicioni përfshin prodhime nga regjisor të njohur ndërkombëtarisht, por edhe krijime të reja nga talentet të rinj të cilët po shkelin fuqishëm në skenën globale. Përshëndetje, unë jam Sabri Pajaziti, udhëheqës sektorit kulturës në drejtorinë e kulturës në Ferizaj. Aktualisht jemi në organizim me sipër ose në përfundim me sipër të edicionit të 13 të festivalit të filmit Fair Film që mbohet në Ferizaj. Jemi në natën e fundit, gjatë këtyre natëve kemi shfaqur rreth 70 filmat në 4 kategori, domethënë animacion, fiction, dokumentar dhe eksperimental, një farë lloj modeli festivaleve evropiane. Dhe zakonisht natën e parë shfaqim film nga kinematografia shqiptare si prezantim si prezantimi i përbashkët pranë filmbërësve ndërkombëtar që gjenden këtë ditë, dhe nata e fundit zakonisht është pak a shumë karakter festiv, për të cilën edhe ndahen çmimet edhe minjuhet e falënderimet për njerëz që kanë kontribuar gjatë këtij edicioni. Fakt nëse kemi fjalën për prodhimin e filmave në Kosovë, pavarësisht që ka përkrahje kohëve të fundit, po gjithsesi filmi duhet përkrahet shumë më shumë, sepse është nganjëherë filmi atë që arrin filmi ose edhe kultura në përgjithësi, s'mund të arrin dhjetra politikan. Sidomos në njohjen e Kosovës, kuptimin e përgjithshëm, sepse nuk mjafton vetëm këtë njohje zyrtare, por ne kemi nevojë më na njoh, sepse shumë filmbërës kur aplikojnë dhe kur vendosin të vinë këtu, bëjnë dhjetra pyetje se ku është ky vend, ku gjendet, çysh tek. Kjo ishte një mundësi për të shijuar atmosferën e ngrohtë dhe mirëpritëse të Kosovës dhe për të krijuar lidhje të reja me pasionantët e filmave nga gjithë bota. Edicioni i 13 i Festivalit Ndërkombëtar të Filmit Fair Film po mbahet tashmë prej datave 2 deri me 6 maj. Sot e kemi ditën e fundit, si dhe në mbrëmje ceremoninë e mbylljes, ku do ta bëjmë edhe ndarjen e çmimeve. Gjatë këtij edicioni janë shfaqur rreth 70 filma, të cilët kanë qenë në konkurrencë me edhe më shumë filma të cilët kanë aplikuar, po ata kanë qenë të cilët i kemi seleksionuar për këtë vit. Filmat janë shfaqur në 3 lokacione të ndryshme. Lokacioni kryesor ka qenë këtu te Teatri Adriana në Ferizaj, lokacioni dytësor ka qenë tek Galeria Arteve gjithashtu në Ferizaj, dhe lokacioni i tretë ka qenë në Qendrën e Kulturës në Shtime. Në të 3 këto lokacione janë shfaqur filma në çdo ditë të festivalit. Këtu te Teatri Adriana Abdullau janë mbajtur domethënë filmat, programet kryesore të filmave, i cili ka qenë bloku i filmave të shkurtër prej orës 4 deri në 6, edhe pastaj në mbrëmje kemi pas gjithashtu gjithmonë një film artistik prej orës 8 që ka filluar. Në datën 2 është mbajtur ceremonia e hapjes, ku ka qenë domethënë pak një përshëndetje, një njoftim me edicionet e kaluara të festivalit për ata që s'kan qenë asnjëherë, edhe pastaj një koktejl rasti i cili është mbajt. Edhe sot në ceremoninë e mbylljes do të mbahet ndarja e çmimeve, ku ndahen çmimet për të gjitha kategoritë e filmave të cilët kanë qenë pjesëmarrës, pra Best Documentary, Best Short, Best Fiction e kështu me radhë. Një aktivitet interesant me thonë që e kemi pas si vjet ka qenë shfaqja e një filmi nga Helga Paskvan, një regjizore nga Kroacia, e cili është mbajtur me një kast i cili ka qenë tërësisht me persona me nevoja të veçanta, i cili është me një organizat atje me të cilën Helga ka bashkëpunuar dhe ka dashur me suportu këtë grup. Edicioni 13 i Fair Film solli në Kosovë mbi 70 filma nga e gjithë bota, që ofrojnë një pasqyrë të thellë të shumë aspekteve të jetës moderne dhe historisë njerëzore. Kjo është hera ime e parë që më marr pjesë në festivalin Fair Film Fest. Këtë herë më shfaq edhe filmin tim atje ku shëshit janë gjithmonë të kuqe. Me këtë film kam dëshme të regu pak a shumë që shkrejt prej neve kena qaf mu rrit, edhe kur rrit me masanej na mungon fëminia jonë. Edhe i bina pishmon na mungon krejt ato momente, po ajo më vetë se ka kalu ajo kohë jonë e fëminis. Pjesëmarrja ishte mjaft e dukshme këtë vit edhe nga të rinjët tanë. Ata përveç që shijuan atmosferën e festivalit, gjithashtu kënaqen duke shikuar edhe filmat e bërë nga ata.